Formalizimi i ekonomisë gri është një nga përcaktimet më të larta strategjike të qeverisë dhe segment kyç i agjendës reformuese, sepse ndikon drejt për drejt në rritjen ekonomike, stabilitetin e financave publike dhe mbrojtjen e punëtorëve. Të dhënat nga enti shtetëror i statistikës tregojnë se në vitin 2024 në vend ka pasur rreth 694.000 të punësuar, nga të cilët parafërsisht 85.000 kanë qenë të punësuar në mënyrë informale. Kjo është sfidë serioze që kërkon zgjidhje sistemore e jo ad hoc. Ministria e Ekonomisë dhe Punës edhe deri më tani ka ndërmarrë masa përmes planit operativ për punësim, por analizat treguan se disa nga personat mbeten jashtë rrjedhave formale, për skaj atyre personave të cilët tani më janë sistemuar dhe kanë nisur me punë. Pikërisht për këtë arsye është miratuar ligji për angazhim me punë të personave, i cili fillon të zbatohet nga 1 janari i vitit 2026 dhe paraqet reformë thelbësore në mënyrën e angazhimit të punëtorëve sezonal. Me këtë ligj vendosim model më fleksibël dhe të thjeshtuar për punësim legal të fuqisë punëtore, me kornizë të qartë juridike dhe procedura elektronike për lajmërim, shlajmërim dhe arkëtim të kontributeve. Ligji mundëson angazhimin me punë të punësuarve, të papunëve, studentëve, nxënësve dhe pensionistëve, pa e humbur me këtë rast të drejtat e tyre deri më tani të cilat i kanë pasur.